Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Moza ka dalë nga izolimi. Fotoja që po qarkullon shihet në Tiranë. Transparenca e izolimit në fermë është vënë sërish në dyshim pasi imazhit të publikuar së fundmi. Një qytetare ka dërguar një foto ku pretendon se ka parë shkrimtaren Mimoza Ahmeti jashtë ambienteve të programit, duke lëvizur me makinë në kryeqytet. Sipas denoncimit, ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e së mërkurës rreth orës 23:36 në zonën e 21 Dhjetorit në Tiranë. Qytetarja ka specifikuar se përgjatë kësaj kohe shkrimtarja nuk u shfaq në transmetim direkt në televizion, gjë që rriti dyshimet në rrjet. Ky rast mbështet pretendimet e ish-konkurrentit Akilit, i cili deklaroi pak kohë më parë se Moza ka lehtësime në kontratë dhe do të mbahet në lojë deri pranë finales për shkak të audiencës që garanton. Deri tani produksioni i fermës nuk ka nxjerrë asnjë sqarim nëse bëhet fjala për një dalje të autorizuar për arsye shëndetësore apo nëse personi në foto është thjesht një ngjashmëri vizuale.